Vrasja e një fëmije nuk është thjesht mizori, është një sulm ndaj njerëzimit, një akt që nuk mund të justifikohet. Aktet morbide tronditën publikun, Veli Bormanev, Bore Videvski, Vlatko Keshishev dhe Ljupço Palevski. Kanë shkruar një skenar filmi. Kështu prokurorja Zhaklina Krstevska-Josifovska u shpreh në fjalët përfundimtare, të cilat i dhanë fund gjyqit për vrasjen e 14 vjeçares Vanja Gjorqevska dhe 74 vjeçarit Pançe Zhezhovski që ndodhen në nëntor të vitit 2023. Pas analizave disa mujore, ata vendosën të rëmbenin Pançen, i cili kishte një Citroen, me bagazh të madh dhe jetonte vetëm. Me ata automjet, të premten më 24 nëntor, ata u përpoqen të rëmbenin vajzën, pasi babai u kishte thënë më parë se çdo të premte ajo shkonte vetëm në shkollë. Ata nuk arritën të rëmbenin të premten, por nuk u dorëzuan. Kur morën informacion nga Aleksandër të dielën se të hënën Vanja do të shkonte vetëm në orën e parë të mësimit, të dielën në mbrëmje, Manev dhe Videvski mbërritën nga Velesi në Shkup me makinën ekspres për të kryer krimin në mëngjes. Krstevska theksoi se Manev e njihte Pançen që më parë, kur ai bënte disa punime ndërtimi për të, gjatë të cilave Zhezhovski detyrohej 500 euro. Pançe jetonte 500 metra larg Manevit, kishte një automjet të mirëmbajtur me një bagazh të madh, i cili u nevojitej për krimin, tha ajo. Pasi vran Pançen, ata nuk e ndëruan mendjen se çfarë të bënin më pas. E varrosën në një grop dhe vazhduan me krimet e tyre. Ata vran një fëmijë të pafajshëm, i cili nuk u kishte bërë asnjë të keqe. Babai, prindi i preferuar i Vanjës, me siguri pretendoi se ajo ishte rrëmbyer. As nuk pyeti. Gjoja shkoi ta kërkonte, nuk tregoi se ku po shkonte dhe mori të njëjtën rrugë që morën vrasësit. Prokurorja tha se të pandehurit kryen 2 rëmbime dhe 2 vrasje dhe babai Gjorqevski kreu një vepër penale të rëmbimit. Manev, Keshishev dhe Videvski treguan në deklaratat e tyre para prokurorisë se si kryen krimet dhe Videvski konfirmoi se babai i Vanjës i dha informacion Palevskit në lidhje me lëvizjet e vajzës së tij në ditën kritike, tha ajo. Të gjithë treguan se si i kryen krimet dhe se babai Aleksandër Gjorqevski i dha informacionin. Çfarë dhe si ndodhi kjo del edhe nga marrja në pyetje të dëshmitarëve dhe hetuesve të hetimit. Më 27 nëntor të vitit 2023, Vanja ishte rrëmbyer para shtëpisë së saj në orën 7:30 të mëngjesit. E më pas 2 orë më vonë, është vrarë brutalisht në afërsi të fshatit Brast. Policia e ka gjetur trupin e saj pak ditë më vonë më 3 vjetor. Gjithashtu, ata kishin gjetur edhe një trup tjetër të 74 vjeçarit Pançe Zhezhovskit në afërsi të Velesit.